Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është drejt përfundimit të përgatitjes për vullosjen e fletëve të votimit. Ky proces ka nisur disa ditë më parë në Parkun Olimpik Feti Borava, ku KQZ po përgatit dhe vullos fletët e votimit për shqiptarët jashtë vendit, të cilët do të ushtrojnë të drejtën e votës në zgjedhjet e Kuvendit të Shqipërisë më 11 maj 2025. Procesi zhvillohet në mbikëqyrjen e vëzhguesve ndërkombëtar dhe vendas, përfaqësuesve të subjekteve zgjedhore dhe medias. Gjatë fazës së parë kryhet vullosja e fletëve të votimit sipas çarqeve zgjedhore dhe vendosja e tyre në zarfin A, që përmban vetëm fletën e votimit. Më pas, këto zarfe vendosen në zarfet e jashtme të KQZ-s dhe në zarfin përfundimtar të operatorit të shërbimit postar, që do t'i shpërndajë ato jashtë Shqipërisë. Fletët të votimit pritet të mbërrijnë në Evropë nga data 15 deri në 22 prill dhe në kontinentet e tjera nga data 15 deri në 25 prill. Pas marrjes së zarfit me fletët e votimit, zgjedhësit nga jashtë do të kenë afat 3 ditë për ta dërguar ato në KQZ. Ato nuk do të kenë asnjë kosto pasi shpërndarja postare mbulohet nga KQZ. Kujtojmë që sot është afati i fundit për përgatitjen e fletëve të votimit dhe pas përfundimit të këtij procesi do të vazhdojë dërgimi i fletëve në diasporë. Kjo e bën të qartë se po përmbyllet faza e përgatitjes dhe shpërndarjes dhe gjithçka është në rrugë për të nisur një proces zgjedhor të rregullt dhe të paanshëm për qytetarët shqiptar jashtë vendit.